Gjykata kushtetuese shqyrtoi këtë të mërkur kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për rikthimin në liri përmes rrëzimit të masës së sigurisë arrest me burg që e mban në qeli prej tetorit të vitit 2024, kur u vu në pranga me kërkesë të prokurorisë së posaçme. Ish-kreu i shtetit i kërkon gjykatës kushtetuese shfuqizimin e vendimeve të gjykatës së posaçme të shkallës së parë, apelit të posaçëm dhe gjykatës së lartë, që më herët kanë konfirmuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg, me të cilën Meta u ndalua. Një vendim pozitiv i kushtetueses do të rikthente Ilir Metën në liri pas 18 muajve në qelitë të paraburgimit, gjatë përballjes me hetimin e prokurorisë së posaçme. Në të njëjtën ditë, gjykata e posaçme caktoi datën 27 prill, ora 11 për nisjen e gjyqit me themel ndaj ish-presidentit Meta, ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi dhe 3 bashkë të pandehurve të tjerë në çështjen e ngritur ndaj tyre nga prokuroria e posaçme. Meta dhe Kryemadhi do t'i nënshtrohen gjyqit me procedurë të zakonshme, ndërsa nëna e ish-deputetes Fatime Kryemadhi, Piro Xhixho dhe Ema Çoku me procedurë të shkurtuar. Meta dhe Kryemadhi akuzohen për korrupsion, pastrim parash e fshehje pasurie, për ato që njihet publikisht si dosja Çezdia dhe lobimi në SBA i Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim që kanë drejtuar. Gjatë shqyrtimit paraprak, të dy kanë mohuar akuzat e SPAK, duke pretenduar për një hetim dhe gjyq politik.